vlerësoj punën që ka bërë grupi i punës dhe kryetari do të informoj për zbatim në vendimit gjykatës kushtetuese lidhur me rregulloren e parlamentit. Gjykata kushtetuese, siç e dini, hodhi poshtë aneksimin e parlamentit, aktin e aneksimit të parlamentit nga pseudomazhoranca. Akti i cili konsistoi në votimin e një rregullore pa asnjë konsult paraprake me opozitën, në mënyrë të rrufeshme, në mënyrë që s'kishte ndodhur kurrë, në kundërshtim me rregulloren, në kundërshtim me frymën e kushtetues. Gjykata kushtetuese hodhi poshtë këtë akt si antikushtetues dhe urdhëroi parlamentin që brenda 30 ditësh pas zbardhjes së vendimit që i takon nesër dita e 30 të bëjë të gjitha amendimet e domosdoshme në mënyrë që të respektohet vendimi i saj. Dhe grupi i punës, siç do ta ndëgjoni dhe ju, ka bërë një punë serioze bashkë me të tjerë të cilët përsëri janë përpjekur në mënyra të ndryshme të ngushtojnë hapësirën e opozitës, por në mënyrë absolute nuk e pranojnë dhe s'kemi pranuar. Sikundër, nuk mund të pranohet asnjë lloj modifikimi, propozimi që vihet ndesh me përcaktimin e kushtetutës. Dhe tani jemi këtu të shohim pak dhe përgjegjësinë tonë, në qoftë se neni 80 i kushtetutës përcakton se kryeministri është i detyruar të paraqitet në interpelancë kur kërkohet nga deputetët dhe ministrat, asnjë deputet nuk do të pranojë delegimin e interpelancës nga kryeministri. Kushtetuta nuk e njeh një gjë të tillë. Ndaj dhe çdo deputet që i kërkon kryeministrit interpelancë, se do përfundojmë kështu tek drejtorat e ministrive. Ministri do i thotë zëvendësit, zëvendësi do i thotë drejtorit. Duhet të qëndrojmë 100% në nenin 80 të kushtetutës. Nuk vjen mirë, nuk vjen përsëri. Pastaj marrim vendimet tona, por ne nuk pranojmë delegimin që nuk e njeh kushtetuta të detyrimit ti për të paraqit, se nuk paraqitet dot ai. E kuptoni apo jo? Ai është shkatruar nga nerva dhe nga çdo gjë. Ai nuk bën dot. Ai është i sfazuar tani. Dhe s'paraqitet dot për asgjë. Prandaj dhe ikën. Prandaj dhe s'duket në parlament. Po ai duhet paraqitet. Kështu që do vazhdojnë kërkesat për interpelancë dhe detyrimi i tij është kushtetues për të paraqitur interpelanca. Janë bërë kaq të shumta dosjet e tij, aferat e tij, personale dhe familjare, sa që populli kërkon transparencë. Nuk mund të vazhdohet duke ikur, duke shkel kushtetutën siç bën ai.